U mblodhën ashtu si para më shumë se 40 vjetëve, hynë në shkollë rresht për 2, tamam si dikur. Në 40 vjetorin e maturës, ishë nxënësit e gjimnazit Hajdardushi u mblodhën për të shënuar këtë përvjetor. E ishë mësimdhënësit e tyre u shprehen se kanë qenë një gjeneratë suksesshme. Qimin shpërtëror e kom gjetë të ju. Kudo që ju takoj, më jep një pak forcë për jetë. Më jep një kënaqësi, edhe një punë do t'ju them, më falni, ju ishi aq mirë të përgatitur, aq mirë të edukuar. Sa dije më keni thonë përpara, ju ka ardhur keq, ju edukuar për më pa me mua në rrugë, rastisht me përshëndet. Ato vlerat e juve që i keni kultivuar, tash kanë një herë po thëmë thuhet, a kom qenë ai profesori i duhur, çfarë nxënësish, çfarë të edukuar sa të mirë. Edhe kënaqësi që pas 40 viteve shifemi, takohemi dhe normalisht ju shëndeti sigurisht ka punë gjithë e mirë. Ne jemi të kënaqur po ashtu që me punën tonë kemi arrirë që të krijojmë subjekte, njerëz që janë të devotshëm, njerëz që kanë gjetë vetveten dhe i kontribuojnë shoqërisë sonë në gjitha orët, në gjitha sferat e jetës. E ish gjimnazistët u shprehen se po ndihen të emocionuar që po takohen pas 40 vjetësh dhe po evokojnë kujtimet e gjeneratës. Kam kënaqësinë sot jem me shokët e shoqet e klasës që 40 vite kom andru për këtë moment. Emocion jashtëzakonshëm, vjen shumë mirë që takoj edhe bashkënxanësit, po edhe profesorët tonë shumë nderuar, cilët kanë punuar jashtëzakonisht mirë dhe bartin merit shumë të madhe për një gjeneratë e cila ka qenë jashtëzakonisht e suksesshme. Unë mendoj se ka qenë, nuk jam indianshëm nëse them se ka qenë një nga gjeneratat më të mira që i ka dhënë Gjakova. Së bashku improvizuan një orë mësimi ashtu si para 40 vjetësh dhe evokuan kujtime nga ditët shkollore.